Pse mjekët rekomandojnë një lug vaj ulliri çdo ditë? Konsumi një lug gjelle vaj ulliri çdo ditë mund t'ju ndihmojë të jetoni më gjatë, thonë ekspertët. Vaji i ullirit, një nga përbërësit kryesor të dietës mesdhetare, të cilësuar gjithmonë për përfitimet e tij shëndetësore. Tani, konsulentët mjekësorë siç është Sara Brever dhe dietologja Juliet Gallo citojnë se të hani shëndetshëm dhe të jetoni më gjatë qëndron edhe sekreti te përdorimi i vajit të ullirit. Ato thonë se ky përbërës i zakonshëm i gatimit përmban antioksidant që ndihmojnë në parandalimin ose ngadalësimin e zhvillimit të problemeve dhe uljen e rrezikut të zhvillimit të ataku në zemër dhe goditjeve në tru. Vaji i ullirit mund të ulë gjithashtu efektet dëmtuese të kolesterolit, tensionit të lartë, sëmundjeve të lidhura me moshën dhe përmirëson funksionet njohëse. Vaji është i lartë gjithashtu në kalori dhe 100% mund të ofrojë yndyrna cilësore për jetën. Konsumi i vajit të ullirit është një produkt mjaft i shëndetshëm edhe për të rigjeneruar organizmin.